Shqipëria ndodhet në një krizë të thellë, e cila ka në themel mungesën e plot të legjimitetit të qeverisë aktuale dhe kreut të saj Edi Rama për disa arsye madhore. Së pari është faktuar se kjo qeveri erdhi në pushtet me një farsë elektorale, duke dhunuar masivisht të zgjedhjet dhe duke bllokuar çdo hetim me skapin e tij të partisë të krimeve monstruoze kushtetuese elektorale. Së dyti, kjo qeveri si asnjë tjetër në Europë faktoi para shqiptarëve dhe botës se jo vetëm vjedh shqiptarët në mënyrë të papërmbajtur, një qeveri që nuk lufton korrupsionin dhe një qeveri që mbron korrupsionin, pavarësisht sa vota apo çfarë votë si i ka marrë ato, humbet legjimitetin e saj para qytetarëve. Nuk përfaqëson botën e krimit, përfaqëson antiligjin dhe meriton të largohet sa më parë nga pushteti.